Sa është e mundur që dy miq të jetojnë në larg, po nga ana tjetër të vazhdojnë ta keni këtë miqësi duke qëndruar besnik. Tjetra më e famshme është kjo, më thuaj me kërri, të them cili, ose të them cili do bësh. Të dyja. Kështu që një autor i krishterë ka thënë shumë, që miqësia lind në momentin kur një person i thot një tjetri, edhe ti mendo ke kështu, edhe ti i lexo ke këto libra, edhe ty të pëlqej ka kjo. Kështu që miqësia zakonisht lind kur ëndrat, dëshirat, talentet përputhen edhe shohin të njëjtë rrugë. Tani, ndërsa do të shohim për këtë, edhe e di se ku ne jetojmë. Jetojmë në një botë që miqësia mes njëri tjetrit është përbërë nga interesi dhe shfrytëzimi, po jo nga dashuria dhe besnikëria. Edhe pyetja që bëhet është po çfarë përfitoj unë nga ty që ti je miku jot? Ose kush është benefiti im? Edhe nga ana tjetër është kjo, që Bibla na mëson që ne për shkak se edhe Jezusi e thotë që unë jam, i thotë dishepujve, edhe i thotë të gjithëve atyre që besojnë, që unë jam miku juaj. Tani, miqësitë e kanë potencialin të na ndryshojnë rrënjësisht, të na ndryshojnë jetën rrënjësisht. Edhe historia që do të shohim sot nga Bibla ka të bëjë me këtë. Ka të bëjë se si një miqësi e sinqertë, besnike, sakrifikuese, i ndryshoi jetën krejtësisht. Po nga ana tjetër e shohim edhe këtë, kur gjërat nuk janë në vendin e duhur, është mundur që ta shkatrojë plotësisht. Edhe besoj që keni dëgjuar për historinë e djaloshit, princit edhe mbretit. Ku jetë? Ndize. Po ta ndezë. E kemi ndezë, më? është në ofi. është në ofi. Ndize. Ndize, më? Nuk punon. Shko, më ndiq që nga dhe nuk ka problem. Nuk ka problem. Historia e djaloshit, princit edhe mbretit, fillon shumë, që një djalosh ishte vajosur për të bërë mbret. Po koha nuk ishte erdhur akoma. Edhe ndërsa po priste për kohën për të ardhur, për shkak se ishte i vogli në familje, po bënte punët e zakonshme të familjes. Edhe ishte duke kullotur delet, edhe duke kujdesur për to. Tani, për shkak se vëllezërit e tij ishin duke luftuar, i jati, si të gjithë baballarët që kanë merak, e dërgon djalin, dhe i thotë që shkoj vëllezërit, edhe gjithashtu shtiri edhe disa ushqim. Tani djaloshi i bindet, edhe paja për fjalën dysh, shkon për ta bërë këtë. Ndërsa shkon për t'i takuar vëllezërit, përpara se t'i takon të vëllezërit, sheh diçka që ja treq vëmendjen. Edhe jo vetëm që ja treq vëmendjen, po bëhet kurioz për ta ditur, por e çfarë po ndodh? Edhe duke parë frikën tek ushtarët e tjerë, i pyet ata. Edhe pyetja e tij, në fakt ishte pyetje e sinqertë. Edhe i thotë kështu, e kemi te 1 Samueli 17, vargu 26 deri në 21 që thotë shumë. Atëherë, tani ky djalë e keni kuptuar e ka emrin David. Atëherë, duke ju tretuar njerëzve që ishin pranë tij, i tha: "Çfarë do të bëje ai burrë që do të vrasë këtë filise dhe do të largojë turpin nga Izraeli? Po kush është ky filisej pare prerë që guxon të poshtrojë ushtrinë e Perëndisë të gjallë?" Njerëzit ju përgjigjen me po atë fjalë, duke thënë: "Kështu do të bëhet me atë që do ta vrasë." Tani vllai i madh
e shikon interesin e djaloshit, edhe vllai I madh shkon. Edhe I thotë kështu. Thotë vllai I madh e dëgjoi ndërsa fliste me ata njerëz, edhe I tha, edhe u zemrua me djaloshin. Pse erdhe këtu? Ku t'ja le ato pak dele në shkretë të tjera? Unë e njoh krenarin tënde dhe ligësinë e zemrës tate. Ke zbritur këtu për të parë betejën. Djaloshi Davidi ju përgjigj. Çfarë bëra unë? Nuk ishte vetëse një pyetje. Tani, përtej gjykimit edhe akuzave të pavërteta, djaloshi nuk I merr përpas ato. Se tani ne e dimë në Bibla na thuhet që para se Davidi të zgjidhë shëmbret, Perëndia thotë që kam gjetur tek ai një zemër sipas zemrës time që do të bëj vullnetin tim. Edhe pastaj tek Veprat e Apostujve në 13 Pali e dëshmon përsëri, e thotë që e citon të njëjtin varg, thotë gjeta Davidin, birin e Josias, Jeseo, njeri sipas zemrës time që do ta bëj vullnetin tim. Tani nuk ishin të vërteta këto që vllai I madh I tha. Edhe pse ata nga xhelozia, edhe pse ndoshta ai ata se nuk po bën dot një gjë, edhe e përçmunda atë se ishte më I vogël djalosh e ka po ty shtuar këtu. Edhe ne mund ta kemi thënë, po ti ç'ke? Shtiti me këtë lloj biznesi. Tani, për te kësoj, djaloshi nuk u zbraps. Për te gjykimeve, për te akuzave, nuk u zbraps. Ai shkon edhe vete tek mbreti, edhe I tregon mbreti, pavarësisht që nga aparenca nuk dukshe që ato që po thoshin ishin të vërteta. Sa s'nis po e besonte. Gjithë do më shikonin djallën lënkun e tij, edhe nuk po I besonin. Tani mbreti, për shkak se ishte në vështirësi, ai tha, po mirë, nëse e ke vendosur të shkosh të vdesit, shko. Edhe ja dha atë armën, edhe I tregovi se si Perëndia ishte treguar besnik, që e kishte mbrojtur nga luanët edhe arrit. Edhe tani ai ja dha armën, edhe ai tha, e di çfarë nuk dua këtu. Do ta bëjmë atë që me këto armët e tjera. Kështu që e dim historinë se si mbaron. Që Perëndia me anë të fuqisë të Perëndisë, Davidi, djaloshi, del fitimtar ndaj Goliatit. Edhe historia vazhdon. Tani në mes të kësaj historisë ishte princi Jonathani. Jonathani e pa të gjithë historinë se çka kishte ndodhur me Davidin. Edhe tani, në qoftë se kishte një person që ndoshta do suksesi I një tjetri ishte kërcënim për të, ishte Jonathani. Se Jonathani ishte princi, mbreti që do të bashkë. Nga ana tjetër po del një djalosh, edhe ishte kërcënim për të. Tani, Jonathani e kishte të gjithë të drejtën që ndoshta për ta trajtuar këtë djaloshin në një mënyrë tjetër. Po shohim që suksesi I tjetrit nuk e bën atë të mbrohet, ose rrezik, po e bën atë të gëzohet, të festoje, po gjithashtu të lidhet një beslidhje. Për shkak se princi pa dorën e Zotit duke vepruar. Ajo që Davidi bëri nuk ishte vetëm, nuk ishte fuqi njerëzore. Kishte luftëtar më të rrimë se Davidi. Edhe njerëz me më shumë eksperiencë. Po asnjë nga ata nuk ishte në gjendje të shkonte edhe të luftonte me Goliatin. Tani Jonathani pa që te ky djalosh I ri është diçka tjetër më e madhe se sa ai. Për shkak se ndryshe nuk do të kishte ndodhur kjo që ka ndodhur. Për te asoj që ishte një rrezik për të, ai nuk e merr si rrezik. Nuk e merr si rrezik, po kënaqet, feston me të. Edhe jo vetëm që feston, pa I shkon, edhe thotë që do në zemra e tij u lidh me të. Edhe do vete pak më vonë atje, do flas për këtë çfarë në kupton. Po shohim të, jo vetëm që zemra e tij, pa I dorëzon. Do Davidi, princi, bëhet I prekshëm për shkak se e dha armën
dikujt tjetër, do m'ja dha armën, atyre që ja dha armën, ja dha të gjitha pasmore. Tani, ky është lloj i miqësisë që ne duhet të kemi parasysh edhe duhet ta bëjmë. Do për princin nuk ishte kështu me duar të hapura. Ishte e bëri veten e tij të prekshme. Nëse Davidi do t'i kishte ikur mendja, do ta kishte vrarë me shpatë, nuk ta kishte bërë, i kishte të gjitha mundësitë për ta bërë. Mirë po ai nuk u nis nga kjo, që po çfarë mund të më ndodhë mua, në qoftë se unë do të veproj kështu. Por ai, për shkak se pa atë që Zoti po bënte, tha që unë dua të jem atje ku Zoti po punon. Edhe në fakt është një fjalë nga Jezusi në Ungjilli, ku Jezusi thotë unë bëj atë që Ati, unë punoj aty ku Ati po punon. Do mund kam ardhur të bëj punën e Atit. Edhe kjo është edhe një nga rolet tona si besimtarë, që ne të vazhdojmë punën e Atit që ka filluar. Tani shkojmë tek mbreti. Mbreti gëzohet edhe feston për atë që ndodhi. Për shkak se në qoftë se i kundra do të kishte ndodhur, mbreti ishte ai që do ta lindte fronin. Edhe që ndoshta do të vriqe. Por nga ana tjetër ai gëzohet edhe feston për atë që ka ndodhur. Po tani shiko çfarë ndodh me mbretin. Jemi tek 1 Samueli 18, vargu 6 edhe 9 do të shoh. Pastaj Davidi, janë kur mbreti e dërgon Davidin për të mbajtur edhe për të luftuar më shumë filistejnë, edhe ai kthej fitimtar kur do që shkon, gratë, kur ushtria po vjen, gratë këndojnë edhe festojnë. Edhe disa nga fjalët që thuan janë këto. Thotë, pastaj Davidi vrau filistejnë, trupat u kthyen te gratë dhe të gjithë qyteti, edhe Izraeli doli me këngë dhe valle për të takuar mbretin Saul, duke rënë tajres qesëve plot hare, dhe këndonin, Sauli vrau një mirë, Davidi vjetra mira. Sauli u zemrua shumë dhe nuk i pëlqeu. Nuk i pëlqeu kjo sepse mendonte, Davidi i numërua në 10.000, ndërsa mua vetëm një. Edhe tani kjo që ndodhi e pesëmatoi mbretin, që për asaj dite Sauli e shikonte mbretin me xhelozi. Tani shohim këtë që xhelozia, hamendësia e Sauli nuk kishte të bënte me Davidin. Asnjë gjë që Davidi bëri, nuk e bëri atë të kishte këto qëndrime. Në të vërtetë, edhe gratë që po këndonin edhe festonin, nuk e bën me qëllim. Ato nuk thanë që hajde këndojmë edhe të festojmë, që mbreti të vina edhe të ketë të pesëmartohet brenda, edhe si rezultati kësoj të ketë xhelozi. Tani, xhelozia është mundur të jetë xhelozi e perëndishme, se është një varg në Bibël ku thotë edhe Perëndia është xheloz. Po Perëndia është xheloz për ne, sepse nuk do që ne të japim veten idhujtarisë. Kurse në këtë rast, Sauli ishte xheloz për veten e tij edhe për interesat e tij. Se mendoi që ky do të marrë pushtetin, gratë edhe të gjithë njerëzit, ai po fiton popularitet, kështu që ai do të bëhet mbreti tjetër. Tani, asnjë gjë që Davidi tha, nuk kishte lidhje me Davidin. Tani, xhelozia erdhi si rezultat i hamendësimit që ai bëri. As gratë nuk e kishin me të keqen, pak në pasazhe nuk na thotë që gratë po mendonin si ta mërzisin ne Saulin. Nuk e kishte me të keqen. Po nga ana tjetër, ai reagon në këtë mënyrë. Tani, është kjo që do miqësia, ne të gjithë njerëzit kemi nevojë për miq të perëndishëm. Edhe në qoftë se nuk kemi miq të perëndishëm në jetën tonë, jeta do të jetë mizore. Edhe në qoftë se jeta është mizore për ty, ndoshta shiko nga kjo.
si e duke kaluar në miqtë, a ke edhe një mik në jetën tënde. Kështu që në qoftë se je duke kaluar vështirësi në jetën tënde, ndoshta shikoje këtë lloj kategorie, si ku janë miqtë. Çfarë po bëj për të investuar tek miqtë të Perëndishëm? Se pa miq, është e pamundur të përballojmë jetën. Të gjitha këto që jeta na ofron. Tani atë që shohim në detaje, kur bëhet fjalë për djaloshin, princin edhe mbretin, shohim këtë që djaloshi kishte një shpirt shërbëtor, kishte një shpirt bindje, kishte një shpirt gatshmërie, edhe ishte trim edhe luftëtar për të bërë vullnetin e Zotit. Kur e shohim princin, e shohim këtë, që ai kishte dashuri pa kushte, e dorëzoi veten, i hapi letrat, i hapi duart, edhe gjithashtu e shohim që ishte besnik edhe i drejtë. Në fakt, kur e lexojmë të gjithë historinë të 1 Samuelit, që fillon nga 17 deri në 19, e shohim që në fakt ne kemi nevojë për miq si Jonathan. Se Jonathan ishte besnik me Davidin, po ishte i drejtë me Diatin. Jonathan nuk e praktisi Diatin për shkak të miqësisë me Davidin. Po gjithashtu nuk e praktisi Davidin për shkak të marrëdhënies që kishte me Diatin. Edhe unë shpresoj edhe lutem që ky do të jetë edhe kjo dëshira jonë për të bërë miq në këtë mënyrë, që ne jemi besnik edhe të drejtë, të dashur edhe të dorëzuar, sakrifikues edhe të durueshëm. Tani kur e shohim mbretin, shohim këtë që ishte paragjykues, hamendësues, xhelos edhe i lig. I lig se kërkon ta vrasë disa herë Davidin. Edhe kërkon ta vrasë për ato që ai mendon, jo për realitetin. Se ndërsa ne lexojmë të gjithë kapitullin, shohim këtë që Davidit ju dha një mundësi për ta vrarë Saulin në një nga këto shpella. Edhe i tha, po që ke me mua, që të kam bërë? Do me edhe tani që mu dha mundësia për ta marrë jetën, të lash. Por nuk në tregon Biblia që Davidi kishte një ligësi ndaj Saulit. Bile me da e tha që ti i vejos për i Zotit, edhe nuk duat të ngredorë. Edhe pse, unë ta mora vendin, ma dhamë, jo se ta mora. Edhe nga anë tjetër, nuk e vendin. Tani, një miqësi e perëndishme ka nevoje për të paktën 3 gjëra. Kështu që nëse më ndihmon Noel në slajdin tjetër, po ma vetë. Një miqësi e perëndishme ka nevojë për këtë transparencën edhe dorëzimin, ka nevojë për simpatinë, por në këto, në gjërat e përbashkëta, jo e përdorëm ndonjëherë o ti je simpatik, jo në këtë lloj kemi vështrim. Se ndonjëherë themi për shaka ose ku ta diun për motive nga më të ndryshme. Po kjo, gjërat e përbashkëta, ëndra, dëshira, talente, durdhi, gjërat e përbashkëta në kuptimin çka ke qef, çka do të bësh me jetën tënde, drejt kujt drejtimi po shkon. Edhe e treta është kjo, fuqi nga Perëndia. Në qoftë se do të mundohemi që të jemi miq të mirë, pa Perëndinë, do ta kemi të pamundur të jemi miq të mirë pa Perëndinë. Kështu që mos të ta marrëm mendja që tani të këto që dëgjova sot do të vetë t'i bëjnë nesër pa Perëndinë. Se nga ana tjetër është kjo, do më shëmbëltyra, jo shëmbëltyra. Kjo që bën pasyra, çfarë bën pasyra? Shëmbëllimi jonë i miqve ndaj të tjerëve do të jetë marrëdhënia që kemi me Jezusin. Nëse nuk kemi një marrëdhënie të mirë me Jezusin, po nuk kemi për të bërë shok të mirë. Nëse marrëdhënia me Jezusin po na ndryshon, po na motivon, po na drejton, po e kemi të pamundur për të mos u bërë shok të mirë, që janë besnike, sakrifikues, të dashur, falës.
Kështu që le të mos e mendojmë që do vete të realizoj këto tani, po pa Jezusin. S'mundem. Kështu që këto parime janë parime të mira, po pa Jezusin janë pa vlerë. Se nuk ku do ta gjesh fuqin. Se bëndo, si do ta duash atë në mënyrë sakrifikuese, si do ta falesh atë kur të lëndoje, si do të jesh besnik kur ai nuk është besnik, si do të sakrifikosh për dikë që po t'i prish të tragjet. Do ta kemi të pamundur. Po e kemi të mundur kur dashuria jonë me Jezusin është një dashuri e mirë. Tani, kur bëhet fjalë për transparencë edhe dorëzim, kam këto në mendje. Në vargu, në kapitullin 18, vargu 1 dhe 4, thotë kështu: kur mbaroi së folë Sauli, shpirti i Jonathanit mbeti i lidhur me shpirtin e Davidit, dhe Jonathani jetesi si shpirtin e vet. Kështu, Jonathani lidi një beslidhje me Davidin, sepse e donte si shpirtin e vet. Pastaj, Jonathani hoqi mantelin që kishte veshur dhe ata Davidin, dhe i shtoi gjithashtu rrobat, shpatën, harkun edhe brezin e tij. Tani kur themi këtë transparencë, dorëzim, ç'a kemi ndërmend? Ç'a po na ndihmon ky pasazh të bëjmë? Kur bëhet fjalë për transparencë edhe dorëzim. Tani transparenca, gjëja e parë është kjo, ndaj ndjenjave që kemi për një person, kur bëhet fjalë në kontekstin e miqësisë. E dyta është kjo, transparencë në jetën e përditshme. Nuk mund të bëhemi miq me njerëzit nëse nuk i lejojmë të na shohin në jetën e përditshme. Nuk mund të ndodhë këto. Kështu që është, ideja është, a keni vënë re që kur vini ndonjëherë tek shtëpia e dikujt, sikur lidheni më shumë, sikur e kuptoni atë tjetrin më shumë. Edhe se ideja është kjo që mund të jesh atje jashtë, edhe ne njerëzit sillemi ndryshe. Po pastaj kur jemi në këto vendet e rratis, vendet që nuk na bëjnë shumë përshtypje, sikur e lejmë veten më të lirë. Edhe njerëzit e kanë mundësi të na shikojnë se si jetojmë, edhe çfarë bëjmë, si trajtojmë fëmijët nëse jemi familjar, si trajtojmë bashkëshortin. Kështu që do të kemi nevojë që të kemi një transparencë në jetën e përditshme. Po gjithashtu kemi nevojë për këtë. Kemi nevojë për një transparencë në vendimarrje. Mbani mend, nuk e di ka sa kohë kam thënë, po nuk mund të jemi miq edhe të mos e dimë çfarë vendime do marrësh. Ose të na i thuash më vonë se çka ka ndodhur në ty. Nuk është mik, nëse miku nuk e di me çfarë të bëj. Tani kam një histori personale edhe familjare, që kur motra e vogël do të prezantonte durin e saj në prindrit, vjen dhe flet me mua. Dhe thotë që Gzim, po një djalë, edhe kam qef të prezantoj, po nesër do shkoj në shtëpi. E thash po mua për çfarë do të prezantoj, se do ta koj nesër në shtëpi. Pse jo po dua që edhe ti ta njohësh, po të kishe dashur që unë ta njoh, duhet më kishe prezantuar më përpara. Tani ti do të prezantosh babën e mamas, kështu që edhe unë nesër do të jem pjesë e takimit. Kështu që nuk mund të themi që nuk mund të bëjmë edhe të themi që kam mikun, shoku ju më i mirë. Edhe shoku ju më i mirë nuk e di se çfarë po ndodh në jetën tënde. Kështu që kemi nevojë të jemi transparent në vendimarrje. Po kemi nevojë të jemi transparent ndaj jetës se si po bëjmë, edhe mëkate. A e di që ka disa mëkate në ty që do ta kesh të vështirë ti dallosh nëse nuk le asnjë tjetër të shohë, ose nuk je i hapur për të ndarë problemet e tua. Do të rish atje, ne njerëzit jemi të verbër edhe kemi të pamundur për t'i parë të gjitha gjërat që kemi nevojë të ndryshojmë. Nëse nuk ja ke dhënë të drejtën një miku, një mikje, që të bëjë ca pyetje të vështira me mënyrën si po jeton,
do të jesh duke jetuar gjysmë i verbër shpirtërisht, nëse do të jesh vetëm në këtë udhëtim, se do të kesh të pamundur për ta parë se si po jeton. Kështu që kemi nevojë të jemi transparent edhe të cënushëm ndaj miqve. Tani se e di që disa nga ju po mendoni, po t'ja them unë atij që po ja thash këtë ai do ta marrë vesh. Ai që do ta marrë vesh edhe që mund të sillen në këtë mënyrë ose në atë mënyrë nuk është mik, është shfrytëzues i marrëdhënieve. Do në qoftë se ke një person në mendje edhe thua po jam ndava unë këtë mëkatin tim filanin, edhe ai do ta përdorë tek kjo, s'është mik. Edhe ti si je mik, është shfrytëzues, po do shkoj. Tjetra është kjo, dorëzimi. Dorëzimi ka të bëjë me këtë me cënushmërinë. Ti je të mundur që ai tjetri të bëjë ca pyetje të vështira, edhe të mos të merr lart, që por pse jeton kështu, për çfarë po bën, por pse po e bën këtë, ose pse po sillesh kështu, ose pse e ofendova atë. Mirë, por nëse nuk dorëzohemi, s'kemi se si bëhemi të cënushëm. Kështu që kemi nevojë të bëhemi të cënushëm. Kemi nevojë të hapëm një lloj siç Jonathani, që ja la armët, ja la mantelin, ja la çdo gjë. Jonathani u bëi cënushëm. Davidi mund ta kishte vrarë. Se ata të gjitha, kur ja jep armën në një ushtri që ai që s'ka, ç'a bën? Po e ekspozon veten tënde për të vrarë më shpejt se sa të tjerë për të sulmohesh. Edhe tjetra është kjo, të bëhemi të jemi transparent për të mos patur sekrete. Të mos i surprizojmë njerëzit. E vërteta është kjo, që nuk ka gjëra të palara që nuk do dalin. Edhe në qoftë se ne mendojmë që do jetojmë një jetë me mëkat, edhe asnjë s'ka për ta ditur, jemi duke bindur veten, se do dalim. Edhe kemi nevojë të bëhemi të mos kemi sekrete tek miqtë tanë të përndishëm. Edhe tani për të edhe prapë në kjo, është e mundur që dikush mund ta keqë për dorë këtë dorëzimin ose këtë transparencën tonë. Është e mundur që ne ta keqë për dorë kur dikush na është hapur në ka thënë diçka, edhe tani na është përzitur edhe do ta shikosh çfarë të bëjë. Po nuk janë miq ata, ose ne nuk jemi miq. Nuk kemi miq. Tani mbajmë një shembull kështu. Kur ishim në Amerikë, edhe Liani më ndihmoi ta kuptoj që atë që unë po mendoja ishte e ligë. Se po mendoja ti bënja ti shpinja ligësia të personit. Më tha dikush që do të më shesi telefon, edhe më kërë. Edhe u mërsita se do ikim të nesme, edhe thash do ikim pa telefon tani, edhe e kish për mua ishte e rëndësishëm telefon. Famë se kisha telefonin, nuk e di që do ndodhte. Edhe tani nga që më erdhi në natë, e thash e di që do bëj tani. Do vetëm t'ja premtoj këto mesazhe që më ka shkruar. Edhe ai personi jeton në kjo lagja këtu, edhe ta marrëm vesh të gjithë si është qellur filani me mua. Edhe Liani e pa këtë dëshirën time të madhe që kisha. Edhe pastaj ta gëzim që s'ka lidhje me atë që ne jemi. Dakor, dikush s'ka problem, i thamë, ma des do të jam kaq. Po tani ç'është ky mua? Po jo unë, po nuk kjo ka të bëjë me ty, s'ka të bëjë me atë. Po të bësh një gjë të kësaj natyre, kjo është ligësi, se po merr hap. Edhe tani është e rëndësishme kjo, që ne nuk kemi këto lloj mendimi, që ti më bërë mua këtë, tani ma veti mua atë tjetër, edhe unë do ta bëj këtë. Kjo nuk është një miqësi e perëndishme, është shfrytëzim, është mëkat. Nuk është miqësi e perëndishme. Nuk na thot Bibla ta bëjmë, nuk na këshillon për ta bërë. Eci, e dyta është kjo, kur fola për to gjërat e përbashkëta. Tani, gjërat e përbashkëta kanë të bëjnë me këta, të përkushtuar për të bërë
vullnetin e Zotit. Tani Perëndia në fakt na ka dhënë dëshira edhe talente nga më të ndryshme. Edhe nuk është të thënë që duhet të jemi me të gjithë miq të Perëndishëm. Duhet të kemi qëndrimin për të qenë mik i Perëndishëm me gjithë secilin. Po me ata që ndoshta do të ecën më afër, janë njerëzit që shohin gjëra në të njëjtën mënyrë që ne shohim, që kanë vizionin që do të shkojmë këtu, që kanë këto talentet edhe dëshirat që Perëndia na ka dhënë, që na shoqërojnë së bashku. Edhe këto dhuntit që mund të kemi, të ecurit, të shkuarit në palestër, të piktuarit, të këmbëllarit, të luajturit valle, edhe talente nga më të ndryshme. Tani, është me këta njerëz do të kemi mundësi që të rrimë afër. Edhe është e rëndësishme që do të gjejmë gjëra të përbashkëta ndërsa shkojmë. Jonathani edhe Davidi e gjeti gjëra të përbashkëta, që ata deshin të bënin vullnetin e Zotit. Për te i vështirësisë, për te i fundit, se ishte fatale për Jonathani. Jonathani, jo vetëm që nuk u bë asnjëherë mbret, por gjithashtu për shkak të besnikërisë ndaj Tijatit, vdiq në betejë. Se Jonathani në fakt mund ishte bërë edhe kështu, i keq në kuptimin që me që ti David tani ke sukses, Perëndia të ka caktuar mbret, unë do vi me ty edhe do ta lë baban tim. Pa i tha jo. Jo, nuk do ta bëj, do të qëndroj ty besnik, edhe do të qëndroj babai tim besnik. Kështu që është e rëndësishme që do ajo që na kërkojnë nga Bibla është besnik. Të jemi besnik për te situatës. Të jemi sakrifikues për te aso që na kërkojnë për të sakrifikuar. Edhe po gjithashtu do të kërkojmë për të bërë vullnetin e Zotit, edhe atëherën kur çdo gjë tjetër është kundra vullnetit të Zotit. Kështu që vazhdojmë me këtë, tek Filipianët 2:3 na thotë kështu: mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendjemarrësi, po me përullësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetë. Edhe e shohim qartë tek Jonathani dhe Davidi. Kështu që na kërkohet edhe ne ky lloj qëndrimi për ta çmuar, respektuar, dashur, sakrifikuar për te qëndrimit të tjetrit që mund të ketë. Kështu që miqësia e Perëndishme na inkurajon të veprojmë duke qenë besnik, dashamirës, inkurajues, mbrojtës, avokatër, edhe të gatshëm për të bekuar. Kur shohim historinë e Jonathanit dhe Davidit, këto ishin disa nga gjërat që e bërë. Na thuhet një histori tjetër që kur Davidi ishte i pezmatuar ose i mërzitur, Jonathani gjen kohë, e leu shtrinë, edhe shkon edhe inkurajon Davidit edhe ik. Tani ne kemi nevojë që ne të jemi, të mos mendojmë shumë, po ai sa është. Jonathani nuk e dinte si do të reagonte Davidi. Pse kishte ide se çfarë do të bënte Davidi në atë mënyrë që Jonathani po reagonte. Po nga ana tjetër kjo nuk e ndali atë për të reaguar në atë mënyrë. Kështu që edhe ne na duhet të kemi këto qëndrime. Se pastaj se çfarë do të bëjnë të tjerët, është puna të tjerëve, përgjegjësia të tjerëve që ata do të marrin përgjegjësi. Është një lloj si kur folëm tek takimi i çifteve, ajo që na kërkohet është të pastrojmë udhëtishtën tonë, rrugën tonë. Pastaj të tjerë duhet ta pastrojmë edhe ata rrugën e tyre. Por nuk është përgjegjësia jonë t'ja pastrojmë me rrugën e tjerë. Duhet ta pastrojmë ata. Ajo që na kërkohet është besnik, dashamirës, inkurajues, mbrojtës, edhe të bëjmë edhe avokatër. Po është se Jonathani në bisedat me Tijatin i thotë qëra pse do të vrasësh? Qa të ka bërë? Qa ai është qërfitove? Ideja është që po mbronte çështjen e Davidit, edhe pa qenë Davidi atje. Tani vazhdojmë me këtë. A doni ta dini recetën e një
shoqërie jo të perëndishme. Receta e një shoqërie jo të perëndishme ka të bëjë me këtë, me xhelozinë, hamendësimin, paragjykimin edhe liksin. Kjo është receta e një miqësie të paperëndishme. Është receta e një miqësie të paperëndishme për shkak se nuk po flet për realitetin. Pse mbreti u mërzit me David? Për atë të tjerë, se fillovi të amendësoj, të paragjykoj, pastaj këto është punë në xhelozi, edhe pastaj është punë në likësi. Tani unë e gjej veten time në këtë lloj udhëtimi që filloj dhe paragjykoj, filloj dhe amendësoj, filloj dhe bëhem xhelos, edhe pastaj kthehem në likësi. Mirë po, sa mirë që Perëndia na ka sjellë miq të mirë në jetë që të na ndihmojnë. Se unë vetë do ta kisha të vështirë për ta parë. Perëndia e ka përdorur Lianin për të më ndihmuar, të kthehem në realitet. Se unë do një gjuhë. Edhe Liani do më qarë, po fluturoj. Edhe tani sa mirë që kemi këtë Perëndia na ka bënë në këto lloj miqësie. Edhe është e rëndësishme që të jemi të hapur, që të mund të dëgjojmë të tjerët, kur ndoshta po ndrojmë pa lidhje, kur ndoshta po hamendësojmë, kur ndoshta po paragjykojmë, kur ndoshta jemi xhelozë pa të drejtë, ose duam të sjellim likësi. Tani është e vërtetë kjo, që nëse jemi të mbyllur, nëse do ta kisha kundërshtuar Lianin, do të kisha thënë, po iki nuk dua të dëgjoj. Ose, ja futë kokë, unë këto ndjenja që i kam të vërtetë. Do të ishte edhe vështirë për Lianin, do të kishte ndihmuar mua për të parë realitetin. Kështu që kemi nevojë që ne të jemi të hapur, të jemi të cënushëm, që edhe do të mërzitemi, edhe do të kuptojmë mëkatin do të na rëndojmë, por nga ana tjetër duhet të jemi mirënjohës që ka njerëz që janë të gatshëm ta prishën miqësinë me ty për shkak të mos të lejojnë ty të ecësh në rrugën e gabuar. Kështu që kemi nevojë të bëhemi miq të kësaj natyre, që të jemi të gatshëm ta prishëm këtë miqësinë shfrytëzuese ose me interes, edhe t'ia themi të vërtetën në sy, edhe pse e vërteta mund të na ndajë. Duhet jemi të gatshëm, kur e sheh dikush është duke rënë nga gramina, më mirë shpëtoje edhe mos i shok, se sa lejoje edhe të mos e kesh më. Kështu që e para një duhet ta kemi ne qëndrimin e cënushmërisë, të jemi të hapur për të dëgjuar të tjerit, edhe e dyta është duhet ta kemi ne qëndrimin për të sakrifikuar. Edhe nëse kjo do të thotë prishja e miqësisë. Tani është kjo. Tani nuk kam shumë, kam një të dhënë të kësaj natyre, që 80% e problemeve në çift nuk zgjidhen asnjëherë. Nuk zgjidhen asnjëherë. 80% e problemeve në çift nuk zgjidhen asnjëherë. Pa di çfarë ndodh. Kur ke mundësi të flasësh, kur ke mundësi të argumentosh, kur ke mundësi të bisedosh, të komunikosh, fillon edhe e kupton, edhe pse është i pazhjidhur, ose edhe pse nuk pajtohesh, pastaj i shikon me një kënd vështrim tjetër. Tani nuk e di se sa e vërtetë është kjo, por ndoshta të shumtat e problemeve që ne kemi, kur bëhet fjalë për miqësitë, është kjo hamendësimi edhe paragjykimi. Hamendësimi edhe paragjykimi që pastaj na shpejnë në xhelozi edhe në likësi. Edhe është e rëndësishme që ndoshta t'ia bëjmë pyetjen vetes, që çfarë po ndodh në të vërtetë? Se njëri ta imagjinojmë këtë, nëse Sauli do të kishte bërë këtë, po do të kishte bërë pyetjen, pse në 15 orë kjo që dëgjova? Sa mirë ai vravi gigantin, edhe do na dhanë nder si ushtri. Ai duhet ngritur, ai duhet të lavdëruar, ai edhe unë duhet të këndoj edhe të kërcej, po
ndoshta nuk do të kishte amenduar, ndoshta nuk do të kishte paragjykuar, edhe ndoshta nuk do të sillte ligësi, po do të kishte një marrëdhënie të mirë, se pastaj e shohim historinë, për shkak se u ndale me Davidin, Davidi shkoi dhe formoi ushtrinë e tij, edhe po bëshemi i madh, më shumë njerëz po shkonin, ai u bë më i dobët, edhe e sulmuan edhe e vrau. Tani nuk e dim se si do të kishte ndodhur historia, po është e mundur që gjërat të ndryshojnë kur nuk amendësojmë edhe paragjykojmë, po e shohim situatën ashtu siç është, edhe jemi të hapur për të edhe të dorëzuar për të bërë më të mirë. Tani, për të vajtur nga fundi, është kjo. Kur shohim miqësinë e Gjonatanit, përballemi me këtë të vërtetë që po ne sundemi. Nuk mundemi të jemi si Gjonatani. E kemi të pamundur. Në mënyra, do më çfarë bëri Gjonathani? Çfarë bëri Gjonathani kemi të pamundur. Do më të shohë një person që do t'ja marrë fronin, edhe të vejë dhe të bërë mik, po kush e ka bërë nga ne? Po kush e ka bërë këtë që ishte besnik me Davidin edhe besnik me Diatin? Po kush e ka bërë atë që ishte aq shumë i prekshëm sa ja dha? Ku kemi një histori të dytë në lidhje me këtë? Kështu që kur e lexojmë Gjonatanin, përballemi me këtë, që dakor, që ka histori shumë e mirë, parimet i pas ka shumë të mira. Po çfarë të bëj? Çfarë të bëj? Tani në qoftë se miqësia e Gjonatanit edhe Davidit ishte jetën ndryshuese, sa më shumë duhet të jetë miqësia jonë me Jezusin, jetë ndryshuese. Tani ku e marrëm fuqinë? Jam në pika e fundit edhe në paragrafin e fundit. Ku e marrëm fuqinë ne për të qenë më mirë se sa Gjonatani, miq të Perëndishëm me njerëz të tjerë? Ku e gjejmë këtë fuqi? Tani tek Gjoni 15, vargu 12 edhe 17 thotë shumë. Ky është urdhërimi im, ta doni njëri tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Askush ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjëra që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quajta më shërbëtorë, sepse shërbëtori nuk e di ç'bën i Zoti, por ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njëjtat gjëra që kam dëgjuar nga Ati im. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve, dhe ju caktova të shkoni edhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çdo gjë që kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju japë. Këtë urdhrova, ta doni njëri tjetrin. Ku e gjejmë fuqinë për të bërë miq të Perëndishëm? Tek Jezusi. Për shkak se Jezusi thotë që unë ju quajta miq. Edhe jo vetëm ju quajta miq, po ju dash edhe një shembull se si duhet ta jetoni jetën tuaj. Thotë, ky është urdhërimi, ta doni njëri tjetrin, po siç unë ju kam dashur ju. Edhe në fakt Jezusi na tregon këtë, që Jezusi për shkak të dashurisë që kishte për ne, u proi, nuk qëndroi në front. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, sakrifikohej. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, e dha jetën e tij për të bërë prekshëm njerëzit u tallën, njerëzit e goditën, njerëzit e kryqëzuar. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, shkoi në kryq, edhe mori dënimin tonë. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, vdiq edhe u ringjall. Që kur u ringjall, edhe kur ne të besojmë, kur ne të bëhemi miq të mirë me Jezusin, edhe disi bëhemi miq të mirë me Jezusin, duke u dorëzuar, duke vajtur tek Jezusi edhe duke u dorëzuar, duke qenë transparent, duke thënë Jezus më fal për gabimet, duke u dorëzuar, duke thënë Jezus merre jetën time, nuk më përket në mua, po të përket ty. Edhe gjithashtu duke qenë besnik për shkak se ai është besnik, jo se ne jemi, po duke thënë që Zot, unë dua ta ndërtoj jetën time në ty, jo në vetën time. Dua të dua ty,
dua të të tjerin për shkak se ti më do mua. Edhe është e mundur që jeta jonë të ndryshojë kur i dorëzohemi, besojmë, ndjekim Jezusin, por gjithashtu të bëhemi kanale ndryshues për shkak të fuqisë të Perëndisë që ai na thotë që ka tek ne kur ne besojmë te. Le të shkojmë edhe le të bëhemi miq të mirë me Jezusin, si rezultat të bëhemi miq të mirë për të tjerët. Zot, të falenderojmë që ti je miku më i mirë, edhe që ti o përndje ke treguar me jetën tënde, dashurinë, sakrificën, kërulljen që ti ke o përndje. Lutem Zot që sot, ndërsa jemi kujtuar, që është e mundur të jemi mik me ty, nëpërmjet besimit, dorëzimit edhe nëpërmjet ndjekjes. Të lutem o Zot, na ndihmo që të jemi miq të mirë me njerëzit e tjerë, për të dashur, respektuar, sakrifikuar, për të falur